Shqipëria të urret, Edi Rama o leket, gjithë Shqipëria të urret, Edi Rama o leket, gjithë Shqipëria të urret. Ja biznes privat, Edi Rama, ty në punë bërë. Atëherë është i yni, jo biznes privat, Edi Rama, ti në bulevar. Atëherë është i yni, jo biznes privat, Edi Rama, ti në bulevar. Atëherë është i yni, jo biznes privat.
kërkon revolucion. Shqipëria kërkon revolucion. Shqipëria kërkon Revolucion! Shqipëria kërkon Revolucion! Shqipëria kërkon revolucion! Shqipëria kërkon revolucion! S'ka qatë po!
klasa politike që na ka korruptuar, vjedhur e na ka detyruar të lëmë vendin për 36 vjet. Jemi këtu edhe sepse kemi një ëndër të re politike për vetveten dhe për shtetin. Kemi një ëndër të re politike ku shoqëria shqiptare i del për sot vetes. Në 77 ditë kemi mundur që të rikthehemi e të bashkohemi, që të krijojmë këto ëndër dhe këto vizion për një Shqipëri që na përket, për një Shqipëri që na fton dhe na pron, dhe jo për një Shqipëri që vetëm na dëbon. Jemi këtu sepse duam të jetojmë vendin tonë me dinjitet, duam të jetojmë me punë të ndershme, duam që sundimtari vetëm Shqipëri të jetë ligji dhe drejta, jo oligarkia, jo krimi organizuar dhe jo politikanët e korruptuar. Jemi këtu sepse më në fund kemi gjetur besimin tek njëri tjetri. Shikoni krahun tuaj, janë njerëz që ndoshta nuk i keni parë më përpara, mund të kenë fe ndryshe nga ju, mund të vinë nga krahina të tjera, mund të kenë nivel të ndryshëm arsimor nga ju, por kërkojnë vetëm një gjë, një jetë me dinjitet në vendin tonë, aty ku kemi lindur dhe aty ku duam të ndërtojmë të ardhmen tonë. Mos keni frikë t'i bashkoheni kësaj lëvizje me frikën se kush do të vi pas këtij që është në ikje. I vetmi garant që nuk do të vi një autokrat, një trafikant, jemi vetë ne. Për aq kohë sa jemi këtu, për aq kohë sa jemi së bashku, nuk mund na fundojnë më as hajdutët, as oligarkia e as krimi. Prandaj edhe sot jemi këtu me besim vetëm tek njëri tjetri për të kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Rama dhe të gjithë klasës politike të korruptuar 36 vjeçare. Dorëheqje! 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 Jemi këtu falendërues ndaj njëri tjetrit, po sidomos ndaj atyre familjarëve, shokëve e miqve që kanë bërë mira kilometra për t'ju bashkuar kësaj proteste më qytetare, më edukative dhe më paqësore që ka pasur ndonjëherë Shqipëria. Prandaj, në respekt të njëri tjetrit, edhe sot prioritet tek folësit do të kenë folësit nga diaspora, duke kërkuar mirë kuptim që minutazhi të jetë i drejtë për të gjithë. Në orën 9:30, si çdo natë do të fillojmë marshimin. Edhe njerë, pse jemi sot këtu për të kërkuar dorëheqje, dorëheqje, Dorëheqje! Dorëheqje! Përshëndetje, vëllezër dhe motra bashkëprofesues. Sot jemi në ditën e 77 në Shesh. Dikush mund ta pyes pse vazhdoni, pse nuk shkoni në shtëpi. Unë ju them pse. Protestojmë sepse në këtë vend korrupsioni është bërë rregull. Dhe shërbimi ndaj qytetarit është bërë fjalë pa njohur. Protestojmë sepse kryeministri i këtij vendi, Edi Rama, e ka thënë hapur para gjithë botës. Unë përfaqësoj vetëm ata që më kanë votuar. Ai vetë pranoi se nuk është kryeministri i Shqipërisë. Është kryeministri i një pjesë, i një fraksioni, i një grupi njerëzish. Dhe për ne të tjerët, ai nuk ka asnjë detyrë, nuk ka asnjë respekt, nuk ka asnjë fjalë.
Kjo është arsyeja pse jemi këtu. Ku drejtësia shërben vetëm për të fuqishmit, duhet të dalim në shesh. Kur toka dhe pasuria jonë i jepet miqve dhe oligarkëve për 1 euro, duhet të dalim në shesh. Kur një kryeminist thotë se nuk na përfaqëson, duhet i tregojmë se ai nuk është i yni. Kur fshati zbrazet, të rinjt ikin dhe pensionistëve nuk u mjaftojnë lekët as për bukë, duhet të dalim në shesh. Dikush mund të thotë për çfarë do të ndryshoj. Gjithçka do të ndryshoj. Kur ne vendosim të ndryshoj. Ky sistem për 36 vjet mbahet sepse kemi lejuar të na ndajmë në parti, në krah, në interesa. Por këtu në të shesh në ditën e 77 e kemi provuar të jemi një. Nuk ka më të majtë, nuk ka të djathtë, nuk ka të paguar të papaguar. Ka vetëm shqiptarë që duan një vend të denjë. Edi Rama i thasen ka kontrat me 800.000 veta. E ka gabim, kontrata jote është me gjithë populli. Dhe ti e theve atë çdo ditë. Pra ti je ai që shkëput kontratën, prandaj duhet largohesh. Sa më shpejt! Rama jepe dorëheqjen. Rama jepe dorëheqjen. Dhe për asnjërin nga neve këtu, kjo protest nuk do të dalet. Jo për një ditë, jo për një muaj. Po deri në fund sa Edi Rama të largohet. Derisa të bjerë sistemi vjetër, derisa Shqipëria bëhet vërtet e shqiptarëve. Populli është mbi çdo kryeminist. Dita e 77 është dita më afër fitores. Bashkë do të jemi deri në fund. Dua të përmend edhe një në mira të pa drejta që është bërë këtij vendi. Dhe kjo ka të bëjë me historinë e vendit tonë, ku Edi Rama bashkë me ministrat, bashkë me deputetët, mbajnë peng në Tepelen Memorialin e Hormovës. Mbajnë peng nga Mirela Kumbaro, në ajo që një pikë të vogël shkatërron pasurit kombëtare, ajo mba peng Memorialin e Hormovës. Prej 5 vjetës plakata Memorialit Hormovës delgjet në magazinat e Tiranës. Sepse Mirela Kumbaro, me urdhër nga Edi Rama, dhe me në bashkëpunim me deputetin e Qarku Gjirokastër, mbajnë peng Memorialin e Hormovës. Kjo është ndër një të pa drejta që po na bëhet. Prandaj të gjithë duhet jemi bashkë dhe duhet të lëmë minjan egot, duhet të lëmë minjan protagonizmin, duhet jemi këtu në shesh për një qëllim të vetëm, largimin e Edi Ramës. Respekt. Rama jepe dorëheqjen. Rama jepe dorëheqjen. Rama tu miri shamur. Një studente nga diaspora ka marrë pjesëve në protestën në Romë dhe sot me shumë kënaqësi jam këtu në Tiranë për të ndarë me ju pak ka historia ime dhe mendimi im. Para 30 vitesh prindit e mi u largon nga vendlindja e tyre, lan pas nanat e baballarët e tyre, vëllezërit dhe motrat, bashkë me shoqërinë, duke kërkuar një të ardhmen më të mirë. Shumë si shqiptarë, si prindit e mi, kanë përjetuar jetën si emigrant, e cila nuk ka qenë as pak e lehtë. Në prizin e parë, ato kanë parë prindit e tyre të plagen vetëm, me pensione minimale, ndërkohë që kosta e jetesës është gjithmonë e majlarë. Na thonë se shëndetësia është falas, po kur gjushi im duhet të operohen në zemër, duhet të pagunte, atëre pyes, falas për ta. Shqipëria është një vend me shumë resursa, ka pajzazhe të mrekullueshëm, ka male dhe derë, po në shtëpiat e shqiptarëve s'ka ujë dhe drita të vazhdueshme. Njerëzit jetojnë me rroga minimale, të pamjaftueshme për të përballuar kostën e jetesës. Ky sistem na ka bërë të besojmë se kemi vetëm 2 alternativa. Alternativa e parë është të përqafosh korrupsionin dhe të bëhesh pjesë e këtij sistemi të hajdutave. Alternativa e dytë të mbijetosh. Por sot ka ardhur dita kur ekziston edhe një opsion i tretë. Kjo është revolucioni. Shqipëria kërkon revolucion. Revolucion!
Unë nuk jam pjesë e diasporës, por kam jetuar 20 vite larg vendit tim. Kur në 2010 nuk ktheva, shumë njerëz më pyesnin, po pse u ktheve, çfarë problemi pate? Dhe kjo pyetje më revoltonte shumë. Një pjesë i përgjigjesh me arrogancë, një pjesë ja shpjegoja. Ore, si mund të më pyesni për çfarë kthehesh në vendin tënd? Por atëherë erdha me shumë shpresë dhe me bindjen e plot që shumë shpejt kjo pyetje nuk do mbëhej më. Fatkeqësisht ende sot, pas 16 vitesh, ende më pyesin, po pse u ktheve? Dhe ky është i turp i kësaj politike. Ky është i turp i kësaj klike politike 36 vjeçare, e cila jo vetëm nuk i ka dhënë shpresë njerëzve, jo vetëm nuk i ka shtyrë shqiptarët jashtë Shqipërisë të kthehen e të kontribuojnë vendet e tyre, por e ka vrarë shpresën. Prandaj sot është detyra jonë dhe nga ky shesh do nisi kthimi i shpresës për gjithë shqiptarët dhe mbi të gjitha për ata që pa kursyer e kanë treguar mbështetjen e tyre duke ardhur e duke bërë mijëra kilometra për ta mbështetur. Herën e ardhshme, ata nuk kanë nevojë të vinë më këtu për protestuar. Ata do vinë të kontribuojnë që ne ta bëjmë Shqipërinë e re. Edhe një gjë tjetër që kam shumë për zemër. Gjatë këtyre 16 viteve jam munduar të kem shumë angazhime, jo partijake, por sociale edhe shoqërore. Në punën time dhe kudo jam munduar të më kërcënojnë. Edhe kanë arritur të intimidojnë. Por sot duhet ta kuptojnë që ne kemi vrarë frikën dhe ata nuk na trembin dot më me asgjë. Dhe jo vetëm me kërcënimet e pseudo-deputetëve dhe langove tyre, po as më me oligarkët qofshin të huaj si Soros, si Kushner, apo ata vëllezrit Kadai kanë paklavasi, kanë emrat, as me oligarkët që shërbej e këtushëm, që shërbej si Paterica. Prandaj ne në Shqipërinë e re do ta bëjmë pak të kriminal, pak të trafikant, pak të oligarkë që mbajnë një pushtet të korruptuar. Ne Shqipërinë e re do ta bëjmë me mbar shqiptarët që janë plot vlera e ideale. Ju faleminderit. Shqipëri e re, Shqipëri e re, Shqipëri e re. Shqipëri, kënaqësi, emocion. Dëgjohet apo jo? Yeah! Aslan Bekteshi, 30 vjet në Itali, shtetas shqiptar i lindur e i rritur të Troje, rezident në Itali. Si fillim do t'ju rrëfej një sekret të vogël. Pas 30 vjetësh në për rrugët e Europës, nga halli, po gjithashtu edhe nga dëshira për ta zbuluar, për ta njohur këtë botë të madhe, pas 30 vjetësh po marr një mikrofon për herë të parë në jetën time me folë në shqip. Ku mund të gjeja një shesh më të përshtatshëm e më të zgjedhur se sa këtu? Të zgjedhur sepse ju jeni qëndrestar me karakter, qëndrestar në vera, qëndrestar në identitet. Një identitet që valvite në flamujt e Aleksandrit të Madh, që valvite në flamujt e Romës mesdhetare dhe kontinentale, në flamujt e Kastriotit, në flamujt e Vlorës dhe të Prizrenit, dhe sot këtu mes jush në këtë shesh valvitet i njëjti flamur për mira vitesh. Në këtë shesh sonte po na dëgjojnë e po na shohin qindra mira dhe miliona dhe mos u habisni sepse bota online
është me miliarda, kështu që shumë shqiptarë jo vetëm, po në ndjekin në distancë. Dhe shumë prej tyre janë miq dhe jo miq. E mirë, le ta dëgjojnë sonde shumë mirë që ky këmbë pas shumë shekuish nuk ka mundur që të zgjedh bitë e tij më të mirë. Ja kanë vrarë. Dhe ka ardhur koha sot në fillim të këtij vjeçari që shqiptarët të zgjedhin njerëzit e tyre, klasën drejtuese që meriton. Ky popull nuk do të mbajë më shpinë një klasë drejtuese të paketuar me të tjerë. Dhe ky vend do të ketë një të ardhme ndryshe. Okej, po e përmbledh, atëherë po duhet me i dhënë patjetër një të meriton një të ardhme fascizmin e kuqe që suspenduan kur dhe fascizmin e bardhë, më falni, nga atletet e bardha që nuk shkelin kur vjet e bardha, po ecin paralel, dorë me to. Duhet patjetër të ndryshojë ardhmja e këtij vendi. Faleminderit jush, do të ndërtohet një ardhmë e ri në drejtësi dhe gjithashtu një të ardhmë gjithmonë më e mirë. Tash liri dhe jo të nderuar, patjetër që do lindë një klasë e re, patjetër që do lindë një shtet të së drejtës, patjetër që ky vend ka një të ardhme si shtet kombë me apo pa Europën. Sepse përpara ne do të ndërtojmë shtëpinë tonë, s'do vjen Europa ta pastroj oborin tonë apo kanalet e zeza, do ta ndërtojmë vetë, do të ulemi aty me dinjitet dhe jemi të sigurt që dera është hapur kur të arrijmë në këtë pikë. Ky fjalë në fund për Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë janë gjerë në provë të kundër shteti më i madh mik i shqiptarëve. Dhe ne duhet t'i respektojmë dhe duhet kemi mirënjohje për to, kështu që gjithmonë në krah të Shtetet e Bashkuara edhe të Bashkimit Evropian, gjithmonë duke qenë dinjitoz dhe duke krijuar një të ardhme të përbashkët. Shqipëri, minoria, pia, puna, qoftë për herë e ju prift në lartësi. Shqipëri për herë me ty. Motra pranishëm. Dëshiroj të falenderoj juve që merrni pjesë këtu edhe çdo shqiptar të mirë që ka marrë pjesë në këtë protestë.